për botën dhe për Amerikën. Sot Edi Ramën e përkëvelin. Zonja Nensi, do na lini akoma Edi Ramën që të na shkel? Do ta lini akoma Edi Ramën që të vjedh? Do ta del pa turpsisht del Edi Rama dhe thot, unë do ike kur dua unë, thot. Ç'do me thënë kjo? Mund të ma përktheni zonja Nensi, zonja ambasadore? Na e thoni, si ta përkthejmë këtë, si ta dëgjojmë, si ta materializojmë këtë ne, pa jem të materializuar e ka, si a ishtë në pushtet dhe mire ka. Po ne, si ta materializojmë, që thot dojke kur dua unë. Kjo shprehje e tij, dojke kur dua unë, është tregues i qartë dhe i pastër i dhunës dhe i terrorit dhe i diktaturës në të cilën na ka futur ky njeri. Do më falë që minuta gjë në ligjërat të drejtë ta shikojnë qytetarët. Kur thot do iki kur dua unë. Ndërkohë, avokat, që ju gjeni materialin që do t'regoni dhe për publikun, me lejoni që t'ju pyes edhe për faktin që nga 2021-shi ka qenë non grata e fundit lista e zezë që shpalli SBA-ja. Nuk kemi pasur më pas atij viti, që ishte Berisha. Sigur janë bërë shumë, sa janë bërë, 4 vite në mes. Deri tani nuk na është thënë pse është shpallur non grata Sali Berisha, zyrtarisht. Ne nuk e dim. E dim që është shpallur non grata, po përse se di çfarë ka bërë, ku e ka cënuar politikën amerikane dhe praktikisht nuk e dim. Nuk e dim. Po, emrat të tjerë e kanë fjalën, emrat të tjerë, pse ky pushim kaq vite? S'po e gjej dot atë që... Po, do të kemi fjalën për pjesën që Rama thotë që unë do iki ose kur të vendos vetë ose kur të vendos Zoti. Kur dua unë, thot. Do iki kur të dua unë, thot. E bën pyetje Blendi Ferziu, po deshe gjeje të lutem para se ta transmetosh këtë gjeje. Edhe Berisha kështu thot, do iki kur të vendos ai lart. Pra, kjo do të thotë që Amerika këtu për krah diktaturën dhe diktatorët dhe pasër fare për krah. Pra, avokat, e lam tek lista e Shteteve të Bashkuara, me lista e zezë, që nuk kemi një ripërditësim të listës. Ka mbetur lista e 2021-shit me Berishën të fundit. Mendoni që duhet kemi ndonjë tjetër, do kemi? Këtu non grata duhen shpallur të qeveritarët dhe politikarët që kanë qenë pjesë e Partisë Punës Shqipërisë, që nuk janë shpallur. Ke akoma ish ministri i Brendshëm dhe ish hetuesin Fatmir Xhafa e kenë pushtet. Ke tallen me Fatmir Mediu. Se kuptoj. Pse nuk shpallet Fatmir Mediu që u vran 26 vetë në Kërtec? Pse nuk shpallet non grata? Pse nuk arrestohet? Pse nuk jep llogari për çfarë është bërë? Pra këtu, duam neve, Amerika nuk po e lufton krimin në Shqipëri, pikë, edhe kriminalët që janë në politikë. Unë po ja them troç fare. Dilni, jepini shqiptarëve të kuptojnë që ju po luftoni për drejtësinë në Shqipëri dhe ju po përkrahani ligjin dhe rregullin në Shqipëri që shqiptarët të gjejnë të drejta dhe të mirë pa munguara. Ne akoma jemi në sundimin komunist sepse na është marrë prona zotëri dhe jemi kthyer në refugjat në Shqipëri, në tokën tonë, në trullin tonë, në shtëpinë tonë, në vendin tonë. Ne jemi refugjat këtu praktikisht. Dhe pronat tona e kanë marrë hajdutët komunistë dhe Amerika nuk thot asnjë fare. Mjafton të kemi pronë private thotë, pasi kush e ka pronë private dhe se si u bën me pronë private këta miliarderë shqiptarë që në botën e qytetëruar duhet 100 vjet bësh të kesh $1 miliard ose €1 miliard. Në Shqipëri për 30 vjet kemi një 56 miliarder. Kjo është, prandaj kam pretendime dhe kam kërkesa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ambasadën amerikane. Zotëri na dilni zot, se po na shkelin, po ata komunistë na shkelin për 15 vjet. Na dilni zot, po kërkojmë ndihmën tuaj. Na dilni zot. Me ardhin e Trumpit duke sigur ka një tërheqje, avokat. Ju e ndjeni këtë që ka një tërheqje apo
Pa dyshim, pa diskutim fare, nuk po flet me njeri fare, as për spakun, as për asnjë gjë fare, nuk po thot njeri gjë. Edhe këta këtej bëndasëm. Po natyrisht, derisa të kërkon njeri llogari,